Përshëndetje, këtu jam me Mian dhe këtu do të mësojmë se si prezantoni për herë të parë qenin tuaj me ushtrimin tek vendi. E rëndësishme është që përpara këtij ushtrimi qeni juaj të ketë dalë shëtitje, pra të jetë relativisht i lodhur. Aq do bëni fillimisht, thjesht e merrni qenin, hajde. Të bëni një shëtitje rreth krevatit. Nëse që ju bëni këtë, qeni fillon të kushtëzohet me praninë e krevatit ambient. Mund ta bëni në ambient të hapur apo brenda shtëpisë, nuk ka rëndësi. Pastaj, e lini qenin që ta nuhasë krevatin. E mira është që të jetë një krevat i ngritur, si krevat e trajnimit, po edhe nëse është një krevat normal, mjafton të jetë pak i ngritur nga toka. Përdorim vetëm presionin për ta kushtëzuar qenin që të ndrojë pranë krevatit dhe mbaj presionin e lirë kur qeni është duke e nuhatur. Më pas, presim kontakt me sy. Hajde. E ftojmë për të lëvizur pak hapa, kthehemi përsëri dhe kësaj here do ta drejtojmë militar për ta futur brenda. Të vendi, sapo qeni shkel me të katra këmbët brenda, ne e markojmë këtë veprim me fjalën të vendi. Për të filluar të mësojmë qenit që veprimi që sapo bëri tani do markohet me ushtrimin të vendit. Vetëm pak sekonda, pres kontakt me sy. Hajde. Pak hapa dhe e kthej përsëri. Përdo vetëm presionin litarit për ta drejtuar. Nëse qeni bën rezistencë, ju mos shkoni mbrapa qenit, po vazhdoni mbani krevatin midis jush dhe qenit dhe përdorni vetëm presionin që ta drejtoni brenda. Të vendi. Maksimumi që do kërkoni qenin në këto momente është vetëm që ta ulni militar, dhe jo duke i folur, duke thënë ulu vazhdimisht, po maksimumi vetëm duke përdorur presionin lart që qeni të ulet. Qëndroni një distancë jo shumë të madhe nga qeni juaj, po gjithmonë duke mbajtur litarin e lirshëm, në mënyrë që qenit mos kushtohet me pjesën litare që të mendoj që ju po e ftoni jashtë krevatit. Në momentin që qeni ju bën kontakt me sy, ju ftoni përsëri jashtë. Idealja është ju të prisni që qeni ju bëj kontakt me sy, por në qoftë se shikoni që qeni ndihet pak intimiduar, mund ta ftoni ose duke bërë një gjysmë hapi para dhe mbrapa qenit, ose duke i thënë emrin, ose duke bërë ndonjë tingëll, për shembull Mia. Bravo. Fakti që Mia tani ushtri, do thot shumë për mua, do thot që kjo është në nivelin e energjisë më të ulët që mund të ekzistojë, sepse unë nuk i bëra një komandë shtriu Mias, nuk e detyrova militar që shtrihej, ajo zgjodhi vetë që shtrihet, sepse qenë shtrihen vetëm kur energjia e tyre është në nivelin më të ulët të mundshëm. Hajde. Unë e shpërblej këtë veprim të Mias, duke i dhënë vëmendje, duke e marrë jashtë militar, dhe rikthej këtu te vendi, dhe vazhdoj markoj sapo ajo shkel me katra këmbë këtu me fjalën të vendi. Keni parasysh që ushtrimi tek vendi nuk duhet të ketë brenda egzaltime, nuk duhet të ketë ushqim, përkëdhelje, baby talk, trica, lodra, asgjë. Për arsyeën e vetme që ne duam që qeni të krijojë një ambient qetësie këtu brenda dhe gjithashtu ne nuk duam që qeni të mos ndihet i sigurt, pra nuk duhet të ketë asnjë lloj korrigjimi këtu brenda. Hajde. Nëse ne do ta përkëdhelim apo do ta shpërblejmë qenin për qetësinë që përfaqësohet të brenda, më mirë është ta bëjmë këtu jashtë. Bravo, Bravo. Hajde. Të vendi. Bravo. Tashmë, Mia ka kuptuar dhe më mirë se çfarë përfaqëson ushtrimi të vendi, vetëm me pak minuta. Ajo di që këtu brenda përveç se ndihet e sigurt, po ndihet dhe e qetë një të madhe.